Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim se si do jetë kjo javë në lidhje me të gjithë ju. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ne shohim si do jetë java për gjithë ju dhe fillojmë në lidhje me shenjën e dashit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe videot me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme të këtij kanali. Ne shohim si do jetë java për të gjithë ju. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së dashit. Atëherë të shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor sepse përfshihet i gjithë muaji, por dhe videot me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme. Ne shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Dhe kemi të bëjmë energji ajri, energji uji, energjinë tuaj të shenjës së dashit dhe kemi energji të shenjave të tokës për gjithë ata që kanë lidhje. Ose mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh të ngecur në mendime negative në fillim të kësaj jave. Ju mendoni negativisht në lidhje me një dashuri. Mendoni që nuk mund ta çoni para këtë dashuri. Edhe pse ju shoh jeni në energjinë tuaj këtu, ju shoh që merrni iniciativa në lidhje me një person, për të hyrë në një njohje, sepse shoh që ju mungon ose ju mungon një person, ose ju mungon një dashuri në rastin tjetër, por gjithsesi keni ngecur thjesht në mendime negative në lidhje me këtë. Ju mendoni që nuk po gjeni një person që të hyni në njohje, dhe kjo gjë bën që ju t'i mendoni gjërat negativisht. Por nuk është e vërtetë sepse rrugën e keni të hapur. Në lidhje me pjesën tjetër, shoh që është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju, por jeni ju që mendoni negativisht në lidhje me këtë person. Janë mendimet tuaja. Sepse unë ju shoh që ju dëshironi të merrni iniciativa sepse ju mungon dashuria dhe ndiheni entuziast në lidhje me këtë gjë, por përsëri thjesht ju pengojnë mendimet që ju keni. Dilni nga mendimet sepse rrugën e keni të hapur në lidhje me dashurinë, me romanca, me flerte që mund të keni, sepse kemi edhe Afërditën në shenjën e Demit, që do ndikoj sepse ju e keni në shtëpinë e dytë. Afërditën, shenja e dashit e ka në shtëpinë e dytë, kështu që ndikon drejt për drejt tek ju. Ndërkohë ju shoh që mund të ngeceni në mendime negative në lidhje me një ofertë që do t'ju vijë. Mund të jetë një ofertë në lidhje me punën. Ju dëshironi të merrni iniciativa, por shoh disa prej jush mund të ndjeni dhe të lodhur, mund të jeni të lodhur fizikisht, ose mund të jeni dhe psikologjikisht, sepse ju shoh që thjesht mendimet negative krijojnë nga këto situata, ndoshta edhe nga një lodhje fizike. Por gjithsesi ju shoh me lajme të mira në lidhje me këtë, ju do t'i vendosni qëllime vetes për të hyrë për të bërë një kontratë, një bashkëpunim, një partneritet, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, marrëdhëniet në çift, me partneri, me partneren, ose në marrëdhënie te vendi punës, me kolegët tuaj, marrëdhënie shoqërore, familjare. Gjithsesi, kjo karta e fundit tregon mungesa. Ju mund t'ju mungoj një dashuri, ju mungon një person. Në rastin tjetër, mund t'ju mungoj ana ekonomike. Flasim gjatë kësaj jave, jo se ju do t'ju mungoj gjithmonë, ju mund të keni shpenzuar shumë, keni ngecur në mendime negative dhe në lidhje me anën ekonomike, dhe kjo gjë ju ka bërë që të ngeleni me pak të para në përduar. Ndoshta duke shpenzuar shumë, keni ngelur me pak para. Gjithsesi duhet keni kujdes dhe me shëndetin tuaj, sepse shoh shumë forte kjo kartë, sepse gjithë kjo lodhje që mund të keni, lodhje për një pjesë prej jush në lidhje me mungesën financiare, me mungesën e një dashurie, me lodhje fizike, mund të shkaktoj probleme me shëndetin. Kështu që
Kjo kartë ju sugjeron që të bëni një kontroll mjekësor, një check-up ose diçka tjetër, ose kujdesuni më shumë në lidhje me shëndetin tuaj. Gjithsesi, është një javë fantastike me lajme të mira, me oferta, me qëllime, me iniciativa dhe me kontrata të rëndësishme. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot me tema për dashurin, por dhe postimet e tjera, por dhe muajin qershor, sepse aty shtrihet i gjithë muaji. Atëherë në datën 6 futet afërdita të shenja juaj dhe ju ndihmon shumë deri në datën 4 korrik. Ju jep zhvillime shumë të mira, dashuri, njohje, flerte, romanca, një stabilitet në marrëdhëniet tuaja, një stabilitet ekonomik, sepse ju jeni një shenjë që jeni të lidhur me stabilitetin. Të shohim si do ndikoj te ju. Dhe kemi energjitë shenjave të tokës, kemi energjitë shenjave të zjarit, dhe kemi rrotën e fatit që ka 4 energji. Është energjia e shenjës Demit që jeni ju vetë, shenja e Akrepit, shenja e Virgjëreshës, shenja e Luanit. Dhe kemi përsëri energjinë tuaj të Demit. Ju shoh që ju në fillim të kësaj jave do jepni dhe domeni në lidhje me një person, me një dashuri. Fati do t'ju ndihmoj që t'i çoni gjërat para në lidhje me një njohje që dëshironi të futeni, ose me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Do jeni të vendosur në qëllimet tuaja, ju shoh me shumë pasion, por ndërkohë do jeni dhe shumë këmbgulës në lidhje me një dashuri, ose që ju t'i çoni para marrëdhëniet tuaja në çift, ose në lidhje me shtëpinë, me familjen, me situata të ndryshme që keni. Një pjesë prej ju do keni udhëtime. Mund t'jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata, mund t'jenë udhëtime pune, udhëtime jashtë shtetit, nuk e di, mund t'i merrni udhëtimet nga më të ndryshmet, ndërsa në lidhje me punën, ju shoh që do merrni disa para nga puna juaj, dhe do jeni ndoshta ashtu si do t'i merrni, ashtu do t'i shpenzoni. Një pjesë tjetër mund t'jeni duke ndihmuar dhe dikë gjatë kësaj periudhe, mund të ndihmoni fëmijët tuaj, ose edhe e kundërta, fëmijët ndihmojnë prindrit e tyre, ose në një rast mund të jetë që ju mund të ndihmoni dhe dikë të familjes tuaj, të shoqërisë tuaj gjatë kësaj jave. Gjithsesi, fati do t'ju ndihmoj dhe në lidhje me anën ekonomike, se shoh që ju do t'i vendosni qëllime vetes për të marrë iniciativa. Do merrni iniciativa në lidhje me dashurinë, me punën, me anën ekonomike, me flertet, me romanca të ndryshme që mund të keni, por do merrni iniciativa dhe për të stabilizuar situatat që ju keni. Ndërkohë ju shoh shumë entuziast gjatë kësaj periudhe për t'i çuar gjërat para, sepse fatin do ta keni në anën tuaj. Dhe ju shoh që do jeni shumë këmbgulës. Po mendoni shumë fort për anën tuaj ekonomike dhe dëshironi të rrisni të ardhurat tuaj gjatë kësaj jave. Është një javë që ju ndihmon, jo vetëm kjo javë, por ju thash deri në datën 4 korrik, ju jeni të mbështetur shumë mirë, sepse afërdita është në shenjën tuaj. Kështu që shfrytëzojeni këtë periudhë në lidhje me çfarëdo lloj gjëje që ju dëshironi, sepse fatin do ta keni me vete në çfarëdo lloj situate që të jeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe këtu keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, të tokës, jeni në energjinë tuaj këtu, kemi energjinë e shenjës së Akrepit dhe energjinë e shenjës së Luanit, por dhe të kupave më tepër.
Atëhere, ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju do jepni dhe do merrni në lidhje me një dashuri. Një pjesë prej jush do futeni në një njohje dhe shoh që është një njohje shumë e bukur. Ju do shkëmbeni kupat, emocionet në lidhje me këtë person. Dhe ju do të jepni do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar deri tani në lidhje me dashurinë. Ndërsa për gjithë ata që janë në njohje, në lidhje, në marrëdhënie, në çift, edhe ju do t'i vendosni qëllime vetes për të marrë dhe për të dhënë në marrëdhëniet tuaja dhe ju do harrini të jeni më të konsoliduar në lidhje me partnerin, me partneren tuaj. Gjithsesi shoh një transformim shpirtëror për ju, por shoh dhe një ndryshim shumë të madh që vjen dhe surpriza që ju presin gjatë fundit të javës. Në lidhje me anën ekonomike, shoh që i vendosni qëllime vetes, merrni disa para, por ndërkohë këto para ashtu si merrni, ashtu edhe do t'i shpenzoni. Ju mund të jeni edhe duke ndihmuar dikë, fëmijët tuaj, prindrit tuaj në një rast tjetër, ose disa të tjerë mund të ndihmoni një person të familjes, të shoqërisë, dhe ju do hyni në një partneritet. Ndoshta ose do keni mbështetje nga dikush, por më tepër e shoh si një partneritet, një bashkëpunim, një marrëveshje që do bëni gjatë kësaj periudhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. Dhe ju do t'i lini mbrapa vështirësitë, por shoh që aty ju presin surpriza, sepse do keni ndryshime të mëdha. Dhe këto ndryshime ju mund të ndryshoni lukun tuaj, mund të ndryshoni vendbanimin, vendqëndrimin, mund të ndryshoni të shkoni nga një shtet në shtetin tjetër. Mund të ndryshoni diçka në marrëdhëniet tuaja duke i bërë që të jenë më të konsoliduara. Ose ju do ndryshoni statusin për të futur në një njohje të re. Mund të ndryshoni vendin e punës, situata ekonomike të ndryshme. Gjithsesi kemi Afërditën që është në shenjën e Demit që sjell dashuri, flerte, romanca, sjell një stabilitet ekonomik, sepse do gjëra më të sigurta, po sjell edhe një stabilitet në lidhje me punën, me bashkëpunime ose kontrata të ndryshme që do keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë shohim energjinë që na vjen dhe për shenjën tuaj. Dhe këtu kemi të bëjmë me energji të shenjës së Demit, por është edhe energjia e Karrocës, që është energjia juaj. Kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Karrocës përsëri këtu, dhe kemi përsëri energjinë tuaj, që kemi kartën e Hënës, që tregon paqartësi, dhe kemi dyshin e kupave, shenja ujë, që jeni dhe ju vetë. Atëherë ju shoh që ju jeni shumë këmbgulës në lidhje me një dashuri. Dëshironi, jeni duke menduar seriozisht për t'i çuar gjërat para në lidhje me një njohje, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në çift. Por aty do lindin disa paqartësi. Ju do keni frikra emocionale. Edhe pse e shoh që ju do merrni frenat në dorë, ose do merrni drejtimin e gjërave në dorë, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, për t'i çuar përpara ose për t'i çuar në një drejtim më të mirë, por gjithsesi aty ndoshta do keni frikra emocionale, paqartësi në lidhje me diçka, në lidhje me një dashuri. Dhe këtu flasim për pjesën e beqarëve që dëshirojnë të futen në një njohje, sepse shoh ju do keni një takim, por do ndjeni pak në frikra emocionale. Në lidhje me marrëdhëniet tuaja, dhe aty shoh që ju do të jepni drejtim, do jeni shumë këmbgulës në lidhje me marrëdhëniet, por thjesht mund të jetë një ditë e caktuar që ju do futeni pak në gjëra, ose do jeni pak më të fshehtë, ose do ta mbani sekret këtë gjë, nuk e di. Dhe shoh që do jeni më të konsoliduar dhe në marrëdhëniet tuaja. Në lidhje me punën, po mendoni shumë seriozisht për t'i dhënë drejtim punës tuaj, por dhe anës tuaj ekonomike.
Disa prej jush mund të keni udhëtime gjatë kësaj jave, mund të jenë udhëtime të shkurtra, udhëtime të gjata, por përsëri ndoshta ndjeni pas siguri brenda vetes në lidhje me një dashuri, me një takim ose në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, mund të jetë që ju mendoni për anën ekonomike, do t'i merrni situatat në dorë në lidhje me punën, me bashkëpunime, me partneritete të ndryshme, por duhet keni kujdes se mund të keni prapa skena gjatë kësaj jave, në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim, ose në lidhje edhe me një marrëveshje pune që mund të keni. Gjithsesi, një pjesë prej jush mund të jetë edhe një person dashamirës që do t'ju mbështesi gjatë kësaj periudhe në lidhje me një marrëveshje, me një kontratë, me një bashkëpunim ose diçka tjetër. Gjithsesi, është një javë fantastike sepse ju i jepni drejtim situatave dhe shoh që do keni bashkëpunime të mira, partneritete, takime, flerte, romanca për pjesën tjetër. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme. Dhe shohim energjit, energji ajri, energji zjarri që jeni ju vetë, përsëri energji toke, ajri, zjarri, dhe këtu kemi energji ajri. Atëherë ju shoh që do jeni në nxitim. Ju mund të keni ascendenten ose hënë në këto shenja. Ju shoh shumë të nxituar. Jemi në një javë ku kemi Afroditën në shenjën e Demit, që futet që në datën 6 dhe sjell dashuri, sjell flerte, romanca, sjell një drejtim të mirë ose stabilizim të punëve tuaja dhe anës ekonomike. Gjithsesi do shohim energjinë tuaj. Shoh që do tregoheni shumë të vrrullshëm gjatë kësaj jave. Ndoshta duke punuar shumë në lidhje me dashurinë, se nuk folëm, ju do tregoni pak të nxituar në lidhje me dashurinë. Dëshironi të bëni një fillim të ri, ndoshta dëshironi të ndryshoni statusin tuaj, sepse keni ngecur në mendime negative. Mendoni sikur nuk gjeni një person, por nuk është e vërtet, rrugën e keni të hapur. Dhe është një javë ose është një periudhë që fillon tani që ju mund të bëni njohje të reja. Në rastin tjetër mund të tregoni pak të nxituar në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Disa prej jush mund të ndjeni të lodhur nga situata të ndryshme që mund të keni në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose mund të keni ngarkesa ose që mbani gjatë kësaj periudhe në familjen tuaj, dhe mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni. Ju dëshironi që të jepni fund dhe do të jepni fund këtyre situatave dhe dëshironi të ndryshoj diçka aty në lidhje me ju. Ndoshta që ju të mos i mbani të gjithë ngarkesën në shpinën tuaj, duke ndryshuar diçka dhe ndoshta duke angazhuar dhe pjesëtar të tjerë të familjes. Thjesht ju shoh në fund të kësaj periudhe të javës që ju keni ngecur në mendime negative. Mendoni negativisht në lidhje me ndoshta me sepse këto mendime i keni më tepër se ndiheni të lodhur, e shoh, sepse kemi 10-ën e shkopinjve mbi 8-ën e shpatave. Ndiheni të lodhur dhe nga lodhja ju i mendoni gjërat negativisht. Në fakt nuk ka asnjë gjë nga gjërat që ju mendoni, sepse rruga është e hapur. Thjesht ju jeni bllokuar nga ana mentale, thjesht nga lodhja fizike që mund të keni gjatë kësaj jave. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, dhe aty do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, një pjesë prej jush mund të keni dhe udhëtime të shkurtra ose të gjata, mund të jenë udhëtime për punë ose udhëtime jashtë shtetit, udhëtime nga një qytet në qytetin tjetër, por ju shoh që jeni pak të nxituar në fillim të javës, në bërjen e gjërave. Ndoshta ju dëshironi të bëni një udhëtim, keni shumë ngarkesa gjatë kësaj jave, duke u përgatitur në lidhje me këtë udhëtim, sepse ju dëshironi të ndryshoni diçka në jetën tuaj. Dhe shoh që vjen një ndryshim i madh për ju. Ky ndryshim do vi, por ju mendoni negativisht.
në lidhje me këtë ndryshim. Ndoshta ju mendoni që nuk dini se si do shkojnë gjërat, por gjithsesi unë shoh që rrugën e keni të hapur. Ndërsa për një pjesë tjetër, jeni në lëvizje në lidhje me punën, do të jepni fund një projekti, një bashkëpunimi, një pune, për të bërë një fillim të ri, por për të ndryshuar diçka dhe në lidhje me punën tuaj. Dhe shoh që nuk e di, ndoshta jeni duke menduar, i mendoni gjërat pak negativisht, por gjithçka do ndryshoj dhe rrugën e keni të hapur për të bërë ndryshimet e nevojshme që ju dëshironi. Atëherë kjo ishte për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, por dhe videot që postohen te ky kanal. Dhe shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën tuaj. Kemi afër ditën në shenjën e Demit që do ndikoj shumë pozitivisht në shenjën tuaj dhe është deri në datën 4 korrik. Do ndikoj si në lidhje me dashurinë, me flerte, romanca, në lidhje me punën, me stabilitet ekonomik, por dhe gjithçka tjetër. Gjithsesi, ju shoh që është një javë fantastike. Fati e keni me vete që në fillim të kësaj jave. Ju shoh që ju do bëni një njohje të re. Fati do t'ju ndihmojë në lidhje me këtë, dhe është një person që është te vendi punës, është një person që tërhiqet nga ju. Por ju shoh që ju largoheni, lini mbrapa situatat vështira që keni kaluar për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj, ndoshta në lidhje me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me marrëdhëniet që keni, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, fati ju ndihmon. Ju sikur do gjeni qetësinë, do gjeni paqen gjatë kësaj jave, do jeni më bashkëpunues me njëri tjetrin dhe do lini mbrapa vështirësitë që keni pasur, duke marrë një drejtim më të mirë edhe në lidhje me shtëpinë, me familjen, por edhe me marrëdhëniet tuaja në çift. Dhe këtu flasim dhe për gjithë ata që janë në lidhje ose në njohje. Në lidhje me anën ekonomike, shoh që do keni lajme të mira. Gjëra do t'i çoni para në lidhje me punën tuaj. Ju punoni shumë, por të ardhurat do jenë jo të kënaqshme në fillim në mesin e javës. Dhe ju do largoheni ndoshta nga këto pakënaqësi, duke marrë një drejtim më të mirë për të rritur të ardhurat tuaja, për të bërë diçka tjetër. Kjo ka lidhje dhe me një pjesë që mund të keni hapur ose mund të hapni një biznes, mund të keni një projekt gjatë kësaj jave. Është diçka e re që ju dëshironi ta filloni, do ndiheni mirë në lidhje me këtë fillim të ri, edhe pse të voglat, më falni, të ardhurat do jenë pak të vogla. Gjithsesi ju do dëshironi që të largoheni nga kjo situatë, sepse ju shoh që ndiheni të pakënaqur dhe do largoheni nga kjo situatë pakënaqësie për t'i dhënë një drejtim më të mirë punës tuaj, por dhe anës tuaj ekonomike. Gjithsesi, ju shoh që është një javë që fati ju ndihmon me lajme të mira, me njohje të reja. Ju lini mbrapa çdo vështirësi që mund të keni pasur dhe merrni një drejtim më të mirë ose jepni një drejtim më të mirë çfarëdo lloj situate. Dhe këtë e bëni për veten tuaj, e shoh. Atëherë është një javë fantastike dhe në lidhje me ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.